dhe do të shohim nëse i referohemi tani ekraneve, më pas do të kemi edhe Ergysin për të na e thënë, shikojeni pra tabele rezultateve për partit, koalicionet, kandidatët e pavarur, Bashkia Tiranë, ZAZEA 41, zgjedhje për kuvendin, gjithsej për zgjedhjet për kuvendin janë 10.817 vota, fletë votimit pavlefshme janë 102. Mirë, do të presim Ergysin që të na i thotë shifrat, sepse po lëviz kursori aty, kështu që... Mirë, Ergys të kam në lidhje të drejt për drejt, të lutem rezultatin për të na e komunikuar. Ergys më dëgjon? Po. Nisa, po, të dëgjoj. Më në fund nisit pas shumë orë pritjesh, kemi rezultatin e votimit dhe numërimit elektronik në 110. Si pas rezultatit të publikuar në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka marrë 3.498 vota ose 32.34% të votave. Partia Socialiste ka marrë 5.304 vota në përqindje thënë 29.03%. Koalicioni Euroatlantik ka marrë 220 vota, 2.3% të votave. Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet ka marrë 319 vota ose 2.90% të tyre. Koalicioni Djathtas për Zhvillim 97 vota, Partia Mundësia 694 vota ose 6.42% të votave dhe Partia Social-Demokrate 222 vota ose 2.05% të votave. Ndërkohë nisit të kalojmë në Bashkinë Vor. Një moment. Po, në Bashkinë Vor, koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka marrë 4.803 vota, 33.93% të tyre. Partia Socialiste ka marrë 8.082 vota, ose 57.09% të tyre. Nisma Shqipëria Bëhet 260 vota, ose 1.84%. Koalicioni Djathtas për Zhvillim 45 vota, Partia Mundësia 313 vota ose 2.21%, Partia Social-Demokrate 330 vota ose 2.33% të tyre. Pra nisit, këto ishin rezultatet të votimit elektronik në Vor dhe 110. Na u desh shumë orë të prisnim për këtë rezultat. Rezultati cili duhet dilte shumë ka më parë, por gjithsesi më në fundi kemi këto rezultatet. Nisit, kjo ishin rezultatet e dhënat më të fundit zyrtare nga këto dy njësit, pra Bashkia Vor dhe njësia 10, ndërkohë që këtu në Parkun Olimpik jemi gati për të nisur procesin e numërimit të votës diasporës. Një proces i cili ishte njoftuar që do të nisë në orën 10:30, por tani pritet të nisë votim në procesin numërimit ndjes, ndërkohë që Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve Iliran Celibashi po zhvillon një takim informal me numëruesit dhe duke kërkuar angazhimin maksimal për procesin e numërimit të votave të diasporës. Faleminderit shumë për gjithë informacionin, është Ergys Gjençaj.